Fiksoni 2 shifra. 11 milion euro shtesë keni paguar vetëm si rezultati i rritjes çmimit të karburantit. 4.3 milion euro shtesë taksa ka marrë qeveria vetëm prej çmimit më të lartë të naftës. Këto 2 shifra në fakt tregojnë modelin ekonomik se si funksionon në Shqipëri, tregojnë binomin qeveri-oligarki, tregojnë se si pakica në këtë rast kompanitë e karburanteve janë duke përfituar dhe nga kriza, se si qeveria është duke bërë biznes edhe me luftën. Ndërkohë që qytetarët shqiptar sigurisht janë ato që vuajnë pasojat, që paguajnë çmimet e rritura, që paguajnë taksat e larta e që vuajnë njëkohësisht edhe në xhepat e tyre shtrenjtimin e jetesës. Këtë model ekonomik duhet ndryshojmë. Modelin ekonomik që punon vetëm për pakicën, modelin ekonomik që sot i ka marrë frymën ekonomisë, që nuk po lejon dot uljen e çmimeve edhe atëherë kur ka mundësi që të ulen çmimet. Modelin ekonomik që nuk i ul taksat, megjithëse në gjithë botën, në gjithë rajonin, në gjithë Evropën, taksat janë ulur për të nxitur bizneset, për të mbështetur qytetarët. Kjo është qeveria e pakicës. Këtë duhet luftojmë, qeverinë e pakicës dhe modelin ekonomik të pakicës.